Rryma ka qenë pak e gjatë. U ka njoftimi i parë, tani njoftimi i dytë u ka ka këtë probleme financiare të cilat i kemi komunat, ata se kanë pas nevojë kemi zhvendosur në qendrëria që kemi në qytet. Objekti që po e shihni mbrapa meje është qerdhja e famshme e fshatit Greme të Verizajt, e cila është ndërtuar shumë vite më parë. Për shumë vite të tjera, kjo qerdhe mbeti jashtë funksionit. Bile patar një kohë kur është shkatruar e është demolu krejt. Për fat të mirë, qerdhja arriti mu funksionalizu në shtator të vitit 2025. Tash jemi në janar, qerdhja është përsëri jashtë funksionit. E çka po ndodh, ndiqni historien. për momentin është mbyrë po. Për çfarë arsye? Deri sa të përfundojnë kontratat. Se unë e kum po një njoftim që keni thonë për shkak të energjisë elektrike. Jo, në rregull, që keni po njoftimin, ditë e para ka qenë kemi pas pak probleme rrymë për shkak nxemjet, nuk i çojë nxemjet. Rryma ka qenë pak e gjatë. U ka njoftimi i parë, tani njoftimi i dytë u thonë që kontrata s'kemi. Do më thonë, s'ka paga për mi pagu punëtorët në këtë rast? Nuk e di, nuk e di, komuna të bashkëpunu me Karitasin edhe për mi po kontratat. Është e vërtet që fëmijët, që prindrit që i kanë pas fëmijët aty i kanë hek, fëmijët edhe i kanë regjistru tjetër kohën? Beso s'u kanë njoftu. Prindrit janë informu mes neve, i kemi njoftu mes drejtorisë të arsimit që për disa ditë shumë shpejt ku më hapë kopshti. A dini për afërsisht kur? Apo jo? Jo se di, jo me të vërtet se di, vetë shumë shpejt. Është fjala për këtë kopshtin në Greme, që është ndërtu më t'i kohë, edhe unë e mbaj mend që kom pas raportu edhe më herët, edhe pastaj u pa shkatërru, tash në shtatora pet ka hyrë në funksion, tash mu që shumë thanë disa banor të Gremës që detyru prind mi largu tash fëmijët prej aty. Çka po ndodh drejtor? Në fakt na e kemi posi kontratë me Caritas Kosovën, cila ka qenë në shkuar deri në 31 dhjetor të vitit 2025. Po? Për shkak të probleme financiare të cilat i kemi komunat për kontratës kolektive, nuk kemi mund me vazhdu kontratën në kur është dash me vazhdu. Sepse pa pasur zotim të mjetëve nuk mundesh me vazhdu kontratën e re, kështu që neve është dash me për ndërprej procesin procesin e punës në qendrë në Greme. Edhe ditën e padjeshme është aloku një pjesë e buxhetit nga Qeveria e Republikës Kosovës, kështu që ne djeve që kemi nisë procedurat, tash jemi në zhvillim të procedurave për rihapjen e atij kopshti sa më shpejt që është. Po është një njoftim që e kishit qit faqja domethënë që asaj qerdhës që për shkak të kushtleve pafavorshme atmosferike edhe problemeve me rrymë. Ka qenë fillimisht ka qenë ajo, është e vërtetë, për 3 ditë me radhë ka qenë ajo, që kemi pas një problem me rrymë elektrike, edhe për shkak që ka qenë ftohtë. Po pastaj na kemi pas të arsyeshme që mos me vazhdu punën lidhur me për shkak edhe të mungesës së kontratave për punëtorët e Caritasit. Drejtor, çish keni mja bo tash nëse prind aty kanë fillu mi tërheq fëmijët prej atij kopshti, çka nëse mbet ai kopsht thot? Ne kemi qenë kontakt me prindrit të cilët i kanë pasur fëmijët aty, kanë treguar një lloj mirëkuptimi, ata të cilët kanë pasur nevojë kemi zhvendosur në qendrëria që kemi në qytet. Përkohësisht, pastaj momenti kur hapet aty, ata prap kanë miksuar fëmijët në qendrën ku në fshatin Greme. A keni ditë ju paraprakisht drejtor që mundeni me orë deri në çit pikë? Po ne tregova e elaborova procesin si ka vjedhur situata. Në momenti kur ne nuk kemi mujt me vazhdu kontratën e re, pak a shumë kemi ditë se kena me orën situatë të tillë. Po mundësi për me bë diçka tjetër janë kont kufizuar, sepse nuk kemi mujt të lidh kur fal mundësi e kontratën e re pa pasur mjete zotume.